efektive që kanë shërby më shumë se një ushtar, armë trona, edhe çdo armë e ka ekipazhin e vet, e ka shenjusin, bursin, dimsin, përgatitsin, edhe gjitha këto kush e ka shkruar në aplikacion që ka qenë bursës, shenjusës, përgatitës, e kanë shpall si kontestues, edhe pse në fakt ai nuk është kontestues, ai është pjesë e ekipit, por ka pas edhe tjerë për shembull për shkak të gabimeve teknike që e kanë. Për shembull, domethënë kryeministri Kurti, a mund të jetë për shembull veteran? Se e ka Ordën e Veteranëve. Ai ka shërby, por ka shërby larg vija fundit. Unë nuk muj me dhonë mendimin për kryeministrin Kurti, sigurisht që mund të vlerësojnë ata që kanë qenë përgjegjës në atë kohë, se çdo njeri i ka jap llogari dikujt. Edhe për me qenë veteran duhet me qenë pjesë e strukturës, ose si thot ligji i radhitur në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, duhet me qenë i uniformuar, i armatosur edhe deri në përfundim të luftës. Domethënë këto 4 kriteret që duhet t'i plotësoj, por jo të gjitha kanë mujt mu apliku te na, se na nuk na kemi fillu domethënë prej asgjeje, edhe është ngritur Ushtria Shqiptare të Kosovës. Edhe ka dallim tani kur veç funksionon edhe një ushtri që i ka edhe strukturën, i ka edhe uniformat, edhe armatimin, edhe gjitha, por ne në atë kohë ka pas shumë luftarë që s'kan pas uniforma, po kanë qenë civil, po kanë marrë armën, edhe janë dalë në për pozicionin e për vijat frontit. Sigurisht. Kështu që unë mendoj si për çështjen e kryeministrit duhet mu përgjigj ata që në atë kohë kanë qenë me to, po kushdo që kanë pjesë e luftës, kushdo që kanë pjesë e strukturës, unë mendoj si duhet ta merr meritën edhe duhet të respektohet. Juve si komandant ju ka zgjedhë ministri i Mbrojtjes Ahmet Krasniqi. Unë Apo? Jam emëruar prej ministrit mbrojtjes, prej Ahmet Krasniqit si komandant i brigadës. Mendon se është